për çfarë ndodhi me ju në vitin 92, në Bajram Curi. Në vërtet. Në 9 shtator të vitit 1992, unë futem në qelin e burgut, në metër, si që themi në Shqip, edhe pse unë isha një grua shtatzan, nuk u përfill asnjë e drejt humane, asnjë e drejt njerëzore e një nëne, por në orën 12 të natës, një automobil me 12 polica trokasin në derën e shtëpisë time, kur unë kam qenë duke fjetur me 2 fëmijët e mi, se buri, bashkëshorti më falni, bashkëshorti im, ka qenë me punë në Tiranë ato ditë, dhe vjera ime ka dalë përpara policëve dhe u ka thënë, biro, që është kjo për një grua me ardhë 12 polica. Ju prisni këtu të dera dhe ne marrim masa të brenda. Dhe ashtu u bë, në mes të natës, në për ato ullërima të 2 fëmijëve të vegjël, vajza 7 vjeç dhe djali 5 vjeç, më kam dalë shoqëruar nga 12 policë nga kjo derë e shtëpisë dhe janë futur në një qeli që ju të gjithë e merrni me mend se si ka qenë një qeli në burgun e Bajram Curit. Jo, nuk e marrim në mend. Nuk e marrim në mend sepse tani njerëzit dëgjojnë shumë shpesh burgime, burgosje, burgje dhe nuk e kanë iden si ka qenë në 92 një qeli e Bajram Curit. Kështu që ju do ma tregoni. Ma po më tjetet mishi, por unë do ta tregoj. Ishte një qeli, sa kjo konferenca ime këtu, me i fjalë, jo shumë e madhe se sa trupi im, me një dras të shtruar, ku do flija unë pas një gjë, më prunë pas 2 ditësh vetëm 2 batanie. Dhe atu kam fjetur pa një dritare, po ka qenë një koligje shumë e vogël, po nuk as drita e diellit nuk vinte brenda saj. Kjo ishin kushtet e qelisë. Dhe ju mund ta merrni me mend në një qeli burgu ku janë të burgosur edhe shumë, nuk po i zë me numra, unë nuk mund ta imagjinoj sa mund të ishin, me vërtet mund të ketë pasur dhe të pavarësisht si puna ime, por ishin shumë edhe kriminal. Ishin edhe gangstera që i thrisnim ne në ato kohë. Dhe kjo grua shtatzan duhet të shkonte për nevojat e personale në të njëjtën dom që shkonin të gjithë kriminalët edhe. Ju lajmëruat, i thatë që ishe shtatzan? Po. Sa muaj ishit në atë kohë? Unë i tha vetëm 6 javëshe kur abortova. Një muaj e gjysmë shtatzan. Ishte fëmija i tretë? Ishte fëmija i tretë që ne kishim bërë në plan, të cilin ne realizuam shqyqyr, zoti është i madh, shumë vite më vonë, dhe fatkeqësia më e madhe është kur unë u ankova, sepse vërtet ishte një dhimbje të tmerrshme. Dhe për 4 ditë rjesht nuk më erdhi një ndihmë mjekësore nga organet në pushtet, që në atë kohë e quanin veten demokraci, por që mbase unë në këtë fjalën time do ta përmend shumë herë, nuk ishte një demokraci, po ishte një demokratur, apo një neo-diktatur, një diktaturë e re që po linte në vendin tonë. Fëmijët e humbët në qeli apo e humbët mbasi dolet nga burgu në qeli? Unë jo vetëm humba fëmijën në qeli, por jeta ime ishte rrezikuar sepse nga që më ignoruan dhe nuk më sollën ndihmën mjekësore, ju jeni vetëm vetë nën dhe mund ta kuptoni kur aborton një grua ka një gjakderdhje të madhe. Dhe vetëm kur faktet e treguan që s'mund ta fshej, se gjaku do shikohet, se del nga vrimat e dyerve, atëherë u detyruan të bien mjekun dhe mjeku urgjentisht më çoi në spital. E tragedia nuk përfundon këtu. 4 ditë në spital, mjekja shumë e nderuar, bëri një punë kolosale, bëri mjekimin, rregullimin dhe u lutën që të më çonin në arrest shtëpi të paktën. Por bishat janë të egra. Por duan nuk të çuan mbas spitalit, mbas abortit, të kthyen prapë në qeli. Prapë në qeli. Më kthyen prapë në qeli.
Më falë që nërpres, po çfarë kishit bërë ju? Çfarë punë e bënit ju në kohën që ndodhi kjo? Çfarë kishte ndodhur? Ku ju ka... Dje se dua të iki nga ky moment që ju doni të ndaloni, po kthehemi një herë, juve ju morën 12 natës në shtëpi. Cili ishte profesioni juaj në atë kohë? Ju keni shumë të drejtë, sepse kjo lëvizje e re për demokraci dhe pluralizëm mua më gjeti si drejtoresh të Bankës së Shtetit. Dhe bashkëshortin tim si një udhëheqës kryesor në partinë në pushtet. Flasim tashti për vitin 90. Në janar të vitit 91. Një grup i Partisë Demokratike me në krye tropojanët që ju i njihni, nëse doni dhe me emra Sali Berisha dhe Azem Hajdari, të shoqëruar nga Gramos Pashko, nga Eduard Selami dhe Albin Imami, erdhën të prezantonin Partinë Demokratike dhe të krijonin degën e Partisë Demokratike në Tropoj. Në këtë miting, çuditërisht, unë dua të ngrej vlerat dhe traditat, jo sepse unë jam martuar në Tropoj. Ju nuk jeni nga Tropoja? No, unë jam nga Berati dhe bi jam nga Mallakastra. Primit të dy kam nga Mallakastra. Vetë jam rritur në Berat. Unë jam njohur me bashkëshortin tim si aktiviste në rinin e komitetit të universitetit, sepse kam qenë dhe antare komitetit qendror të rinisë. Atere, ju ishit antar të Partisë Punës, të dy? Të dy. Po. Dhe, tashti rëndësia me madhe që unë dua të nxjerr në këtë intervju ishtë vlerat e mëdha të një populli që në ditët e para, duke njohur bijtë e vet, Sali Berishën dhe Azem Hajdarin, nuk i lanë që të bëni një miting, por ngritën në një anti-miting të flak, që po të mos ishin udhëheqësit e partisë në pushtet dhe bashkëshorti im, të ulnin gjakrat, një luftë civile do kishte shpërthyer. Pra, unë dua të them me këtë që populli i Tropojës qysh në fillim e dha një eon shumë të fuqishme që nuk është përfill dhe nuk u mor parasysh. Si ka mundësi që një popull që ti të lindi, një popull që ty të rriti, mos të pranoj? Po ja që ndodhi. Kjo ndodhi dhe kjo demokraci erdhi shumë e përgjakshme dhe unë nuk e kam jetuar ngjarjet e përgjakshme mbas tragjedisë time. Jo, dua të ndaloj pak përsëri këtu. Në momentin që në Tropoj zhvillohet anti-miting, cili është roli juaj në këtë anti-miting? Unë jam drejtoresh banke dhe nisha në punë atë kohë kur bësh mitingu. Nuk isha kohë që të merra pjesë në miting. Nuk isha aty, nuk u more. No. Okej, atëre, po ti ishe kundër Berishës, le të themi, kundër lëvizjes së re, këtë mund ta themi. Nuk doje që ai të vinte në pushtet. Ne nuk ishim, si unë dhe bashkëshorti im, nuk ishim kundra lëvizjes. Bashkëshorti im, që në kongresin e Partisë së Punës, është ngritur në kongresin e 10 dhe ka folur për pluralizmin dhe për një ndryshim njerëzor të kësaj partie, e cila as emrin socialiste nuk duhet ta mbante, sepse përfaqësonte në këtë kohë Partinë Socialiste të Miloševićit, por buri im është detyruar të ulet nga antarët e tjerë